Kam fitu një ndeshje jo të letë në udhëtim me Feroniklin, do është start shumë i mirë, edhe dohet me vazhdu pas mos sukseseve që kam pas Gjilani me një buzjet astronomik 2 vitet e kalume, edhe nuk ka arrit as me dalë në Evropë. Unë besoj se këtë vit të paktën duhet me siguru garat evropiane ose me marrë një trofe. Do t'jetë e vështirë për titullin kampion, me thonë drejtën, por gjithsesi këtë vit kam bo transferime shumë të qëllume, do më të fillu pe portierit, që është një ndër portierat më të mirë në ligë, Qoriq. Pastaj Tolaj, Potoku, lejtarët me përvoj, është përmirësu pak edhe Granit Jashari, është përmirësu edhe karakteri i skuadrës, sepse 2 vitet e kalume kemi pas një skuadrë që nuk ka qenë në nivelin e duhur me karakter. Tash ka edhe lejtarë ka marrë prej ligës Kosovës që edhe njojnë ligën, por që edhe ata i ka njoft lejtarë